Vazhdojmë që nuk I ka dy lidhje, Molla Milazimi dhe krejt doktorët dhe hoxhallarët e juve, sa të mirën me sehirët grave dhe të burrave. Vazhdojmë tani ta shohmi tjetër çka na thot Molla Milazimi. Me që Kosova është krizë ndërkombëtare, po ta kishin preokupim ruajtjen e stabilitetit. Nuk do të lejonin projekte të tilla që potencialisht janë destabilizuese. Unë lind në vitin 1966 në Shkodër. Molla Milazimi ka lind Bazhnic në vitin 1955. 11 vjet është diferenca mes meje dhe akademikut muslimanëve Milazim Krasniqi. Mi folën tash Milazim Krasniqit për blockchain e hashrejt, ka me thonë ti me Shkupin e kanë lënë men. Mbromulla e mruni miki jemi, tha, o tim, tha, ku na ke folë ti për Bitcoin, Ethereum, XRP, të gjithë kemë bo hajgare, të timi po ban hajgare me neve, pyti, si ku duhet me investu, unë I thash, prit edhe pak deri sot derë dhe gjaku në për rrugë. Gjaku, kur të ka blad, jo gjaku I njerëzve, dhe më thonë në financa bije çdo gjaku, edhe në vitin e arshëm, shumë dhe pastaj, fillon të stabilizohet tregu I kriptomonedha, atëherë zgjedhe një 3-4 të investojsh të bajsh lojën tonë, dish me lujt që qek. Jo që më keni ndjek, ju kujtot, me folë për këtë sportën, Molla Milazimi është ignorant. Mirë po djali I ti, Mehemli nuk është, se Mehemli ka investu pak në kriptomonedha. E këni qorte, a I raperi I Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, unë, si I Shkupit, kam familjar shumë në Kosovë. Unë e mboj Kosovën men edhe në vitet 70, që shikon edhe në vitet 80. Ju qeni nga Kosovë. Kur niseni, qysh ka thonë Enver Hoxha, që nga Shkupi e Kaçaniku. Që nga Shkupi e Kaçaniku. Thojnë dash, stakfirullah, tim Shkupi pe përmen Enver Hoxha. Që nga Shkupi e Kaçaniku futëm forcat e NATO-s. NATO-s në Kosovë, unë jam fut me regjimentin skotlandes. S'kam shka me rajnë. Por nuk është po tjetër ju me ditë, çdo punë të emën. Ju e dini si ka qenë Komoglova, është prej Gërlicës për me shku në Vitin, është Komoglova, fshati I por, nuk ka pas xhami. Po tash është xhamia me minore, 40 metra. Por I noti, fshati që është pas Komoglovës, fshati I Komoglovës, shumica e njerëzve LPK-s janë nga Komoglova, që s'kam pas lidhje me xhami, për e kam ndërtu xhamien me minore 40 metra. So do vina me njëherë fshati pas që I vjen e ka ndërtu 42, pastaj vjen Ngërmova 43, pastaj Drobheshi 45, dhe ku të shkojsh në Vitin, e ka ndërtu me 2 minore. E këni qorda jo. Edhe neve nuk na ka pengu vja punë. Edhe nuk kemi thonë që është projekt. Prej pas luftës e këndej, në Kosovë janë ndërtu mbi 1000 xhami dhe Molla Milazimi I muslimanëve që është xahil dhe imponon fjalën xahil, dhe vetëm se fjala xahil trama të herë përmendet në Kur'an, dhe Sharavi, jo unë, dhe Sharavi ka spjegu një që thot xahil nuk është me qenë ignorant. Jo, xahili ka kauzën e tij dhe imponon bitë vërtetën dhe ligjin e Zotit. Të shohim se çfarë thot El Sharawi kur e shpjegon fjalën xahil. لأن الجهل يطلق. الناس فاهمين إن الجهل أن لا تعلم. لا. الأمية أن لا تعلم. إنما الجهل أن تعلم قضية مخالفة للواقع. إنما الجاهل عنده إيه؟ عنده قضية مخالفة. العمل العقل الأول أن تنزع منه قضية الباطل وأن تدخل له قضية الحق. Pra të nderuar besimtar, motra e vëllezër shqiptar, xahili ta shet interesin kombëtar dhe jo umia analfabet. Xahili ta prek gjuhën shqipe dhe jo umia analfabet. Xahili ta korrupton mesazhin hyjnor dhe jo umia analfabet.
Gjahili ta shet mashtrimin si vlerë kombëtare, dhe jo umi analfabeti. Gjahili ta mbjell frigën dhe jo umi analfabeti. Gjahili e preferon haremin dhe jo umi analfabeti. Gjahili të thot janë 72 hiri në xhenet dhe jo umi analfabeti. Gjahili në ditën e dhembjes ta keq përdor lotin dhe jo umi analfabeti. Gjahili ta shan profetin dhe jo umi analfabeti. Keni një postim kur e kam hapur këtë, nuk e keni kapur. Gjahili shpov luft perëndis, ligjeve të fizikës, ligjeve të kimisë, qelizave dhe mikroqelizave biologjike, valeve dhe frekuencave të arkitekturës së informacionit në botën e urdhit, që do të thotë se obligohemi si shqiptar më u distancuar për tyre, që të mos dënohemi të gjithë për shkak të një grupi halldupësh që prekin në ligjit të investit. Qish ka ndeshtë me imponu të populli i lutit.